Dasma madhështore në Rom mes Genar Topalli, djalit të ish kryeparlamentares Josefina Topalli dhe moderatores sportive Sindi Marina u komentua gjërësisht në rrjetet sociale, sidomos pas bekimit që çifti mori nga Papa. Në krahun tjetër, ish partnerja e Genarit, moderatorja Eva Murati, u përfshi në një debat online që ndezi diskutime më të gjëra mbi rolin e shoqërisë dhe medjave. Pas një komenti ironik në një nga videot e saj, Eva reagoi: "Nuk dua që miliona shqiptarë të më urojnë vdekjen sepse po mburre me para që mund të jenë të vjedhura nga fondet publike. Ta bësh këtë një ditë pas dasmës tënde është më shumë se patetike." Ky koment, i cili më pas u fshi riktheu në vëmendje jo vetëm historinë e saj të shkuar me Topallin, por edhe presionin publik që shoqëron figurat mediatike. Reagimi i Evës ngre një pyetje thelbësore: a duhet të normalizohet urrejtja, paragjykimi dhe etiketimi personal përballë ngjarjeve private të individëve? Shumë shpesh fokusi publik shkon tek thashafemet, duke harruar dimensionin njerëzor dhe respektin për privatësinë. Në fund, martesa e Genar Topallit dhe Sindi Marinas është një ngjarje personale që ata e kanë ndarë si festë dashurie, por reagimet rreth saj nxjerrin në pa nevojën që shoqëria të reflektojë.